Mendoni për një çast, kush është njeriu që po sulmohet më shumë në Shqipëri? Në këto kohë. Dhe pse ndodh? Ndodh sepse është palë me ta, apo se u ka dalë si gosh dasharës përpara dhe duan të bëjnë çdo gjë me çdo mjet, si kanibal, për ta hequr nga kjo rrugë. Mendoni. Mendoni çfarë po bëjnë të gjithë dhe kë po sulmojnë të gjithë. Me të vjetre, me të rinje, me të gjate, me të shkurtre, si të doni juve, kush është bërë bashkë për të sulmuar kë? Dhe kush është njeriu që po sulmohet nga të gjithë, i cili nuk po sulmon asnjët, por po flet për program, ide dhe parim. Mendoni. Mendoni kush janë ata që po më sulmojnë dhe pse e bëjnë? Po e bëjnë sepse duan të më heqin nga kjo rrugë. Nuk kanë shans nga kjo rrugë më heqin vetëm po më tjetër. Nuk ka kthim pas kjo. Unë pranoj çdo gjë kthim pas kjo. Mendojeni këtë. Mendojeni dhe mos u manipuloni. Dhe kjo është një rrugë për ju, bashkë me ju, se pa ju çfarë mund të bëjmë vetë.